Vendimi și Bashkiat numărul 1, data 3, premiadând de liste sculoase de la de presidio specifică din sol, erori din nou, obiectul ministrului peste de contract de sol inițial. Vendimi și Bashkiat numărul 2, data 3, cred, este o dezbătări negativ să varim pe filmii de Bashkiat, neșotilii, Erdistone și Păcă, unde se pot avea de nevoie de până activ, ecoscleron, activ, filtrpamirator, ca activ și nu. De pe picam, nu puteți predminea, fizică să dorăți nu ca episod. De Bashkia, în data 3, terminativ, persoane de economică, pe perioada 03, de ianuarie, apoi usual de timp, ca caracter individual. Mirator, scade. Vendimii și Bashkia, numărul 10, data 3, 3 septembrie, pădăia mirativ, marim, limine Bashkulim, mežutinė visom šituko, unde se vota de nevoșme, že te dorušme, ki duot de prav voti, no, ani. Le pasaj, vardoj me gledin. Vendimii și Bashkia, numărul. La tre vendime terminator, jedna ta vendime, a dal joj pa to ka për shkak të votave, neve kemi votuar 11 vota dhe 3 ka qenë kundra. Nuk ka qenë, është thua për procedurë. Tani, jemi dakord ta hedhim në rivotim këtë? Perfekt. Kjo është perfekt i qenë, e ku në stone shumë këto. Tani, të mos ta vazhdojmë në fytje, unë mendoj, ta edhe në votim, me se prefekti e ka këtyr, dhe sa vota merë, pasaj, është këtë gjë. Kush është pra ti vendimi? Fillojmë pikën e parë të renditës. Raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2024. I keni lexuar informacion. Çka pyetje? Raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2024. I ke parë. Kush ka pyetje?
unë isha dakord se të bëni këtë ndryshme, kaloni pikat e ndryshme gjitha, sepse i ka qytetarët ne mund të vjasim që këtë sepse kemi shumë materiale. Ti le të gjitha çka ka të ndryshme dhe pastaj vazhdojmë. Kemi punë shumë. Kush ka pyetje?
konstruksioni atje ishte mirëmbajtje e sheshit qendrimar. Delegion që më do ta konstruksion. Debat në shkallëve Stefaneri, kjo se kemi diçka tjetër, ka unë problemi kapital. Ditë buxheti volëm me shumë parash. Shumë e drejtë ndërhyrja në fakt për rrugën e Shën e Premtes, por nuk ndryshon asgjë i 5 milionë i fushës që është përsëri në ndihmë të gjithë komunitetit që shkojnë në fushë, ndërkohë që kemi një komunikim me Fondin e Zhvillimit që atë rrugën e Shën e Premtes ta nisim dhe ta përfundojmë komplet me ndërmarrjen në NSHP-n që keni miratuar ju si ndërmarrje në Këshill. Kujt mos u shqetësoni, pra të dyja mund të bëhen, ta dini. Nëse më pranoni këtë propozim me votën tuaj, nuk ka nevojë për ta bërë ndryshime sepse të dyja do bëhen. I kemi mundësi të bëjmë të dyja. Unë besoj që kërkesa publike është një procedurë shumë e rëndësishme për të vendosur prioritetet. Ndaj besoj që dhe ju të i datë feshën në telefon edhe i kaluar fshat për fshat. Që kundur vitin e kaluar do të kesh një kërkesë publike në Borshë mos ka thonë. Unë erdha tek mbledhja e Gjuvajtë dhe në Shëndatësi dhe në fshatet të tjera. Për të gjitha mbledhjet që u bënë në kohë, qoftë nga administrata, qoftë nga qytetarët e shtatit, nuk është dëgjuar as edhe një herë nevojë në rrugën Luksh. Në të kundërt, prioriteti numër 1 është dëgjuar dhe ju do me të kontaktuar dhe njerëz personalisht. Juve, ka ishtë prioriteti. Përveç kësaj, duhet të kërë, në pjesa publike, ajo nuk ka qenë sigur prioritet, as edhe një qytetar nuk e ka ngritur atë pit. Kurse, nga ka dalë ai si propozim? do të pjesë mandate e bankore, Tani që duhet. Po të po jam shqiptar që një propozim nuk bëhet buxhet fare. Ku propozime ti do tonë, është normale, bashkia i ka dhënë propozime dhe nuk ndryshon. Ka propozon konkretisht. Ka propozon. në të
që në vitin 23 edhe 24 është shprehur si prioriteti i rrugës së Premtës. Përveç asaj, kjo është se ne prioritetet për 23 që kemi dërguar në shkrim tek sekretarja. 25. Për 23. Janë 3 prioritete. E para është rruga e Shenjë Premtës, e firmosur nga Kryeklaku i Fshatit. Ju kam pru gjithashtu këtu dy letra që janë të firmosura nga Kryesia e Fshatit, nga kryetarit, nga antarët edhe nga prifti i Fshatit, të cilët thonë duhet të realizojnë. Drejtuar Këshillit Bashkiak, lënda kërkesë për allokimin e fondeve të investimeve në kohë. Të nderuar këshilltar, në lidhje me buxhetin e bashkisë për vitin 2025 dhe investimet e parashikuara të fshatit Lugov, ju bëj me dije se prioriteti kryesor për komunitetin tonë është rehabilitimi dhe rekonstruksioni i rrugës e Shenjë Premtës. Për këtë arsye, kërkojmë që të mos realizohet rehabilitimi dhe rekonstruksioni i rrugës bujqësore Gur-Lugsh, pasi ky projekt nuk përbën një prioritet për banorët e Lugovës. Në vend të kësaj, propozoj të fondet e allokuara për këtë rrugë të shtohet në projektin për rrugën e Shenjë Premtës, e cila është më e rëndësishme dhe përfaqëson nevojën kryesore. Pra, Shenjë Premtës gjithë. Çfarë thash, sapo e thash? Shenjë Premtës e juar të sigurt nga vetëm një rrugë. 5 milionë që është për fushën. Çfarë propozon? S'ka nevojë të shkojë atje s'është zgjidhur. Lega që është allokuar, ne besojmë se nuk janë fond për atë projekt. Atëherë sapo thash që do ta bëjmë me mbështetjen e fondit shqiptar të zhvillimit. Ne ato nuk e dim çfarë do bëjmë. Po ju e kam thënë do bëj. Ka kushte, ka numri këtu. Prioritet 5 milionë. E kemi vendosur prioritetin, pra Shenjë Premtës e kemi buxhet. Biologjik. Ai kemi Shenjë Premtës. Shenjë Premtës është me një vlerë 100.000 euro, edhe komuniteti përmosur nga Kryesia. Po nuk ka pimale, po nuk veti të stoj njëri. Bashkia ka të kërë. Ida në nuk është e njëri. Era nuk që kemi pasaj kështove dhe një tjera për rrugën që propozoni, unë e varë që jashtë nga ka ardhur i shqipë nga tje, dhe e tita, ajo është në toka, në të blokën e të shkos. Jeni në Atëre, tani, kam përshtypjen se Këshilli i Bashkisë dhe çdo antar i Këshillit është interesuar dhe merr normalisht shumë mirë për Aleksi që merr dhe propozimet e fshatit dhe të banorëve që përfaqëson. Problemi është mos përsërisim gjërat që janë thënë. Lëreni Shenjë Premtës se kemi vendosur ne si prioritet, fshati e kërkoi, e vendosi bashkia, e miratuat, mbaroi Shenjë Premtës. Do bëhet nga fillimi deri në fund. Tani pyetja tjetër është, që ju drejtova, është një 5 milionë për rrugën e fushës. Ju thoni nuk duhet ose kalon mes, a ka pas ndonjëherë, ju lutem, a ka pas ndonjëherë rrugë në atë fushë apo s'ka pas? Si aksesoheshin parcela, se thoni ku do kaloj? Po ka pas rrugë, në rrugën e kooperativës ka pas rrugë. Në atë rrugën e kooperativës do kaloj prapë. Po pse duhet rruga që të bëhet? Rruga që të bëhet duhet patjetër që të lehtësoj punën e fshatarëve që shkojnë dhe punojnë tokën ose mbledhin ullit, por ja larg qoftë një zjarr në atë fushë. Nuk duhet rruga që shkojë zjarriçe. Kushte keqe që bëjmë 5 milionë lekë. Nëse ju propozoni diçka më rentabël, më të mirë, bëheni, po mos ma përmendni prapë se Premtës e kemi zgjidhur. Çoni në vend tjetër. Ju e dini, çoni në vend tjetër, po unë mendoj që rruga duhet bërë. Ata se nuk duhet të kemi me fjalë, nuk e kemi përmbajtje të dy orë fjalë me për rrugën e shofit e mbyllur. Lutem, nuk e kemi vjetë nga jo të të gjëra të respektova po asnjëti. Ka të kuartimin, lutem. Lutem tani po pyetoj më ai po do ta bëj ti vërtet. Lutem, po çfarë ndajmë më tani 2 orë? Për një shumë problem ka me mendim. Kam lutem kam. Nuk na më jo. E ka fresk nuk na pes në maroj. Nuk ka. Fal, po nuk na më divido pian ai. Jo të lutem, nuk na më kanë divido. Si mendon? Jo nuk ka të drejtë. E bëri pyetjen e dëgjuam një orë. Po, maroj. Me smundrim një orë tema ato. Tam
Tani po e hapë të lojtë të smatë. Tani si që ta shumë bjerë, ajo që është asë që smatë, ashtë të kjeva të lojtë. Ki projekt vendimit, në është komisionit, është ka viti, e duhet të diskutojnë dhe me komisionin në bësit. Tani mos i hapë një të lojra, se kjo drejtë për interes të njërit apo të tjetër, e po tjetër ashtu dhe e kërpojnë në borë, se janë të gjitha rrë për që shporë në asfalt. Dhe nuk e ato vetë nuk kanon me të të vëllë, atëre të të vëllëja i do në përcaktuar në projekt. Po janë rrugë të vërshme në të kujshore në parcele. Mos të dhe një më tuti. Janë rrugë të vërshme në të kujshore. Si në toka kujshore, tipo, nuk ka pas rrugë? Ka pas rrugë të është të Nuk ka tjetë, nuk ka Hajde problem në qatë që jasmin pare, në nagjen e banorët e shkallër, ku jam marësore, ka ca shëmje të mureve në anë e detit, janë një atërije të kontrolinatë në murë ato, që kërkojnë një gasim se se rezikojnë në mutën dhe koditën. Ta maroj pa. Nuk e di, e kemi kaluar një shkimonë, për nuk e di që është. Mundem, ndërhyja është me shumë vënd, ne e kemi vendosur një fond ka emergjenca të shumë mjaftueshëm, por do të thotë tani, që është një fond 3 milion lekë të reja, e kemi vendosur si garanci, por që nuk nevojitet to dhe që mund ta kalojmë edhe ato për në këtë funksion nëse ju jeni dakord. Jeni dakord, pastaj kur do të ta përfundojmë. Në lagjen e Kazimpalit që është në zone shkallët, në zone masore. Në rruga Sheshikishit. Në rruga Sheshikishit. Ka që rrugë klara e sa më njërë. Por e shkirë Jo,
E po ti priash. Ora po s'kemi nevojë të shërim në mirator të shërogan, se s'ka më shumë. Atë ti jeni. E para, e dita jemi qytetarë pasaportizuar të gjithë, si pas ligjën fuqi. E treta, ka 35 lekë ka dhënë bashkia që marë as komuna Lugo për lagën tonë. 35 vjetë ka dhënë 35 lekë. E dita, jemi taksapakuese dhe po doam ne po s'ke pakuem, e dhini nga gjithë. Dhe të rinjë dhe aforë gjithë, apo jo? Tani, si pas lajmëve që ka mënë, me të aprovoa një kohë, por nuk e shore. 10 milion euro. Një milion, jo. Nuk pule! Rruga Shkallës, nuk quhet Rruga Shkallës. Rruga Shkallës, që të pjesë të juve, do kalosh të Rruga Shkallës. Para rregullojnë Rrugën e Shkallës, të rregullojnë dhe juve. Gjithë komuniteti. Para bashkia ka dhënë prioritet juve. Ne po apo juve se unë ashtu deri Jo atë 3 milionë shqiptarë. Dhe bëjmë me 3 juve. Të shërbej juve për mua. Një minutë. Ka dy koncepte të ndryshme. Ndryshon fjala emergjencë nga fjala prioritet. Patjetër që kjo emergjencë ka prioritet. Ashtu. Tani po ju them që në bosh, në përgjithësi, dhe që kur themi për boshin jam e bindur që përfitojnë edhe Kazipali, edhe Shkalla, si vjetë për 2025 janë vënd investime të rëndësishme. Si nga bashkia, si nga qeveria nga Fondi Shqiptare i Zhvillimit. Dhe nuk janë pak. Janë dy rrugë paralele që unë pres vetëm miratimet e qytetarëve që fillojnë punimet. Jam dhe, po se pata do t'i keni ku rrugën, si që mësoj Mara, se më së shfajim, është fajuaj. Kështu që flasë në përgjithësi, edhe njerë, nëse nuk mirajtojnë fshatarët rrugën e tyre, për të mirën e tyre, për zhvillimin e zonës, unë s'kam çfarë bëj. Unë fondin kam, dhe dyrimin pastaj më kuptoni drejt çfarë duhet të them. Kështu që merrni masa që ta përfundojmë atë rrugë. Pra, investimet si vjet për boshin janë disa milionë euro. Për si vjet për 25. Faleminderit. Faleminderit. Ka një pyetje zonjë Mirka. Rrugët e Stefanelli, lotë e parë, lotë e dytë, lotë e tretë dhe lotë e shkojnë që qajnë njerëzit të s'kanë rrugë. Se rrugë nuk shkonë në Stefanelli. Ku këtë do të skerosh? Ku fillon? Rruga.
Erdhe parë kur e diskutuam dhjetor këtë çështje, nëse ju kujtohet ju thash që është projekt, është proces tenderimi sot po flasim, për të bërë në përballë asaj ndërtesës së Këshillit dhe të sportit, të bëhet një ndërtesë e re për bashkinë, dhe gjithë fusha e sportit do bëhet 2 parkinge, 2 kate parking, 2 kaç, domethënë për makinat gjatë sezonit të verës, dhe atje është verifikuar një sallë edhe për Këshillin, edhe për kryesin, edhe për falni komisionin. Pra, dhe menduam që përderisa kjo fillon tani, është dynamik të shpenzojmë fondet për një godin që nuk do funksionojnë për asgjë, nuk do jetë funksionale për asgjë. Kjo është arsye. Kjo është arsye. Po pra po jedi 25 milion kohë. Po kjo do marrë kohë ama. Do marrë vitin tjetër. Për vitin tjetër bëhet. Për vitin tjetër bëhet kjo. Prandaj them, që më mirë jemi gjirokastrik në shpenzime, se sa ta bëjmë kështu do të jedim 250 milionë dhe pastaj vitin tjetër themi prishet i prapë. Sepse është për ekonomik gjithmonë. Tham përse. Nëse ju doni ta ikni, nuk jam kundër ikeni, po plotëku ajo do bëhet ajo. Zoti kryetar, janë kaq toka kursore të cilat nuk kanë akses të shkosh me rrugë të tilla, edhe funksionojnë po me ngushtica. Atëre, doja këshilltare. Zonja këshilltare, pa dashur të bëj replikë me ju, duhet ju them vetëm kaq. Shqyrtje në Lukova akoma pas ka një rrugë që është ekzistuese dhe ta rregullojmë. Sepse po të vish në Imar, nëse të flisni për Imarin, e kuptoni vetë se si janë kufit e njëri tjetrit. Keni mbyllur në rrugë dhe nuk keni më rrugica, jo më rrugë makine. Shpresoj që të ndjejsohen gjithë njerëzit që ta japin siç kanë qenë për të bërë realisht rrugë për aksesin e bujve. Nuk jam e gabuar, ne kemi marrë një vendim para shumë vitesh, Këshilli që rrugët ekzistuese që ka qenë në kooperativën fuqishore të mos mbyllen. E jani me mua si Këshilli do vemi pak të kryajnë Këshilli Këshilli Bashkiak, i cili nuk është anonuar. Është nuk akoma ai vendim. Rrugët ekzistuese Zonja këshilltare mund të tregoj për Këshillin Bashkiak. Ne si Këshilli Bashkiak na japi kaponinë të madhe, edhe në momentin që ta kanë mbledhje këtu palo se kaponina, se kështu si qëllim ne 40 për shef, kjo nuk është normale për Këshillin Bashkiak. Po, serioze. Këshilli Bashkiak një tavolinë të madhe, tavolina të mbyllur, në momentin që ne Këshilli Bashkiak ta bëjmë.
Kemi investime në situatën që është sot në bashkinë e Marrës me rrugët të cilat janë të shëndruara, me kanalizimet të cilat janë në fusena të hapura dhe pa vendor, banon futëm në prit edhe futemi në sezon dhe është një Faleminderit Ministri për sërimin si për të përgjigjuar dhe për të sqaruar dhe opinionin në lidhje me rrugën. Është një ankesë e drejtë. Keni parasysh që janë disa investime të cilat besoj janë shumë të rëndësishme për Marrën dhe gjithë komuniteti e kupton që duhen. Bëhet fjalë për kanalizimin e ujrave të zeza, bëhet fjalë për kanalet për ujin e pishëm dhe bëhet fjalë për investim po aq të rëndësishëm, ndoshta më të rëndësishëm se edhe ujrat e zeza, ndoshta është investimi i 20 kilovoltit që në Imar, pra i posa ka mund, bie shi në poshtë të rritet dritat në Imar. Kështu që të gjitha këto treja bashkë lejnë shumë për një turizëm të qëndrueshëm dhe një turizëm cilësor për bashkinë e Imarës. Pra të gjitha këto i pranuam, dham leje për t'i bërë dhe duke qenë se ka një proces teknik se kanë folur dje kisha në zhurë firma, që duhet plotësuar 45 ditë për rënien e stresave, nuk e di do, nuk jam specialist, dhe javës tjetër fillojmë me mbylljen e kanaleve vertikale në rrugët e Imarës fshat, ndërsa për rrugën nga rreth rrotullimi që nis Unaza për në Unaza i Marrës që ta quajmë veri, ajo rruga e Pilurit, nuk e di si ta quajmë Unaza i Marrës, deri në dalje të Potamit do të ketë riasfaltim total të rrugës, e cila fillon dhe kjo besoj javës tjetër për ta përfunduar, për ta përfunduar deri në datën deri në fund të prillit, sepse në datën 2 dhe 3 maj ne kemi lënë aktivitetin për çeljen e sezonit turistik për bashkinë e Imarës. Flas për të rrugë sepse kjo është rruga që është në pronësi dhe në administrim të bashkisë Imarës. Pjesa tjetër, Imarës fshat, me që një zotëri tentoi të bëjë pyetje, pjesa tjetër është në inventarin e ARSH-s, nuk është në inventarin tonë. Sa shuma janë mbledhur në territori që nuk janë vënë në buxhet, shuma në territori në rrjeton. Shuma, e viti vitë është kjo shuma ku është hedhur me propozimet të komunit. Praktikisht nga territori në rrjeton, falë leve të ndërtimit që janë miratuar në atë periudhë, shuma do të jetë që duket 360 milion lekë të reja. Këto fonde nuk hidhen apo nuk alokohen, por transferohen dhe të ardhurat dhe të shkuara, të cilat alokohen sipas projekteve të cilat kemi miratuar në rrjeton. Pra nuk është krahas buxhetit kemi dhe këto të ardhur. Këto të ardhur bëhen pjesë e buxhetit, së bashku me parashkimet të ndeshim, dhe të ardhurat e trashëguara janë të transferuara për projekte që ju i keni miratuar tashmë. Pra, nuk është se kanë qenë një zëmënjan. Pra, diskutuam dhe në komision këtë me Këshiltarë, ato të ardhura janë alokuar të projekte cilat do kemi përcjellë në buxhet. Sot tek buxheti faktik që do të shihni krahas atyre ndryshimeve të propozuara në njësitë shpenzuese, nuk është vetëm komuniteti që propozon buxhetin e bashkisë.
Po, buxhetimi bëhet me pjesëmarrje nga që vetë komiteti ka një zë të fuqishëm, por janë një si shpenzuese, pra, me marrjen e shërbimeve, drejtoria urbanistikës, drejtoria bujqësore, të gjitha drejtoritë propozojnë investime në territor dhe propozojnë këshillit. Nuk është vetëm komuniteti i cili propozon. Ndërsa, për sa i përket këtyre të ardhurave të transmetuara, krahas, siç është tek raporti monitorimit, krahas këtyre 13 investimeve të mëdha që nisën në tetor të 2024-s, diferenca e ngelur nga allokimi ose vendimi i atyre fondeve për këto kontrata, siç është rruga e bashkë të realistit. Diferenca e tyre janë ato fonde të cilat i kemi shpërndarë sipas kërkesave. Pra, 5 milion lekë Ministero nga Gjergur, fondet e tjera që shkuan tek sheshi i konstruksioni i sheshit të Rikmarës Fshat. Kjo është ajo. Se ne kemi diskutuar në faqen e komisionit, ne thotë disa ndryshime konkrete që na e kemi e do të bëhet një shumë në lidhje me këto situata, sepse ajo që kuptojmë është që neve vitësh në parasysh propozimeve tona. Që dojmë, juve përsëri mundohemi me fjalë të bëjmë përsi një akt me propagandën që kemi bërë në një të vërtet, dhe në fund fare kërkoni që neve këtë buxhet pasën e një lloj ndryshimi. Tani, propozimet tona duke rritur fakt nga buxheti i vjetorit që neve si opozit e kemi votuar në unanimitet. Ne e votuam në unanimitet sepse bën disa propozime konkrete që këtu nuk figurojnë. Edhe ajo çfarë figuron është rruga e Shëndetreshës, që dera që ne po diskutoni se duhet ikur kjo rruga fuqësore, sepse të duket që është një rrugë klienteliste, dhe mirë është të martoni juve si bashki nga ka ardhur të propozime, sepse po i bashkojmë mendimin të shqiptarit që ta në qoftë të vendosimin të pjesën e rrugëve fuqësore s'ka të mbaruar e para, dhe ne kërkuam dhe në atë çfarë diskutuam tham që vlera e asaj rrugës Shëndetreshë është një vlerë shumë e vogël dhe të paktën militari shqiptari i asaj zone e di që kjo vlerë është e vogël për ta përfunduar si rrugë. Dhe prandaj propozuam që të ikim nga kjo rrugë fuqësore dhe të bashkohet me rritje të vlera për të pasur një fund konkret. Ju thoni fondi i zhvillimit, ju për çdo gjë në fondin e zhvillimit. E para, ishte propozimi tonë. 1. E dyta, propozimi i dytë ishte Imara Fshat. Imara Fshat ne kemi kërkuar në dhjetor që të bëhet sheshi i Imarës Fshat. Vlera që ka ardhur këtu është një vlerë 100.000 euro. Tani, në njëtime nuk diu nga që Imara Fshat të doj vetëm 100.000 euro për të bërë sheshi, jo për të rehabilituar, se çfarë do rehabilitohet në sheshi nuk është bërë. Sepse të fakti unë shikoj këtu në projekt buxhet që sheshi i Gjinetës na dashur ka 1 milion euro, kurse sheshi i Imarës Fshat na u bë ka 100.000 euro. Dhe propozimi tonë ishte që kjo rruga Kallushi, Mirto Kallushi, ku shko, cila rrugë është, kujt i funksionon, qartë, se unë se kuptoj fare ku është kjo rrugë, dhe vlera e kësaj rrugë t'i bashkohet Imarës Fshat se është prioritare. Këto kanë qenë lajt propozimet tona konkrete. Propozimi konkret ka qenë në sa i përket autorit që kemi akoma të bëjmë një aloj shkollave se shkollat janë akoma pa banka, pa në gjendje të mjerueshme, dhe shikoj që këtu ka lekë dhe ka projekte të cilat nuk janë prioritet për këtë bashki. Për këtë bashki ka shumë prioritet, se sa një rrugë bujqësore, se sa një rrugë Mirto Kallushi, të gjitha janë prioritete, më thanë ka marrë. Të gjitha janë prioritete. Nuk dua të bëj diskriminimin se nuk duhet dhe ajo rruga bujqësore, se nuk duhet të gjitha. Por neve jemi në një situatë që ne do shikojmë gjërat më emergjente. Dhe po shikoj që këtu gjithë lekë edhe me këto festivalet, po t'i bashkohet të gjitha bashkë, është një gjë shumë e madhe pjesa e festivaleve. Gjithë lekë në mënyrë të pamenduar ose në përgjithësim në shkupicë basite, dhe një projekte që realisht kanë impakt për komunitetin, siç ka
tjetër. Dhe ajo duhet janë dhe aty të asaj zone të lutet të marrë pak. Kishin kërkuar rekonstruksionin e rrugëve të brendshme të Kalasës tjetër, që këtë as e ka marrë në konsiderat. Kemi kërkuar pjesën e ndriçimit, ju tha ndriçimin e kemi një projekt që do na vitin në dispozicion, por që se kemi në dispozicion. Do të thotë gjitha propozimet që ne bëmë me kërkuar dhe votuam në buxhetin unanime, nuk është pasuar asgjë. Ka ardhurat e tonë të drejtori janë shumë të para nga ato çfarë kishit planifikuar juve, pak nga ajo çfarë na ken në komision me sa vazhdon të thotë. Se tani jemi bërë të komunizëm. Kështu që i bie që vlera për të bërë në jetë këto propozimet tona, kërkon nga ardhurat e tonë të drejtori. Kështu që ju na sini sot një buxhet që kemi dashur, një buxhet që kemi bërë dhjetor, një buxhet na sini këtu. Ne kemi bërë ca diskutime parimore dhe në fund fare që kolegët do gjenden nga Fondi Zhvillimi që po do gjenden nga të ardhurat andej, edhe në fund fare çfarë doni, na vini vetë me propozimet tuaja, vetë me projektet tuaja, edhe ne duhet ta votojmë këtë. Tani mua kjo nuk më duket normale, ose të paktën ju duhet jeni të sinqertë me opozitën, kur do propozime o pasqyrojni, o thoni ne nuk i pasqyrojmë dhe thjesht ne duam një vot unanime si propagandë që jemi në para një fushate elektorale. Unë personalisht jam për këtë projekt buxheti. Faleminderit zoja këshilltare. Në fakt, vetëm se s'na gjojnë specialista, ka thonë ish kryetari i parlamentit, Jeri Pjetër Arnori, por realisht në vend që ta marrim ne përsipër propagandën e keni bërë ju sot. Unë nuk jam për propagandë, nuk më keni parë në fushatës, do më shikoni në fushatë. Unë këtu jam për të zgjidhur problemet e Imariotit. Konkretisht, ai buxhet që keni miratuar në dhjetor ju, janë të gjitha propozimet tuaja të evidentuara në buxhet, mos thuaj nuk janë. Të gjitha. Basketbolli. Të gjitha, më fali volejbolli, më fali pjesë. Volejbolli. Rrugë, qendra i marrë, shkallën Stefanel. Ju lutem, i kishim planifikuar. Tani mund t'i kërkoni të gjitha, por nuk bëhet dot shkallë. Ja përja them edhe për shkallën. Unë ju dëgjova me shumë vëmendje dhe nuk ju ndërpreva fare. Ju lutem keni pak durim dhe më dëgjoni deri në fund. Përveç shkallëve që nisin nga stadiumi le ta quajmë, deri poshtë që ishte e pamundësi për këtë vit, çdo propozim tuaj e juaj, por është i përfshirë në këtë projekt që do miratoni ju, por nuk përjashtohet mundësia që me rialokimin e fondeve në qershor që përsëri do miratoni të fusim dhe shkallët që ju keni propozuar. Të gjitha propozimet e tjera, po të gjitha pa përjashtim janë të përfshira në këtë projekt që ju keni para sot gjithë këshilltarët. Kështu që rrugën e Shën Premtes nuk është propozimi juaj, është prioritet që ka dalë në mbledhjen e Kuvajtës në Lugov. Rruga qendra e Gjilekut nuk është propozimi juaj, është kërkesë kryesore e fshatit Gjilek. Po Imara nuk është vetëm, prandaj ju bën një krahasim. Bën krahasim dhe thatë Imara se datë 100, kjo është propagandë e pastër, Gjilekut 800 nuk e 700 e ca sa është. Por, mos harroni, Imara ka cakojnë që sot fillon punimet, Imara ka vazhdimin e Stefanelit që vazhdojnë punimet, Imara prisni ta mbaroj. Në rregull. Imara ka investimin riasfaltimin që ju thash që do vazhdoj tani, do filloj këto ditë, do javës tjetër. Imara ka shumë projekte të tjera, mos krahasohet vetëm me një projekt që ka Dërmiu. Patjetër që qendra e Imarës fshat është prioritet dhe për mua dhe për ju, dhe do ta bëjmë Imarën fshat realisht ashtu siç e meriton të bëhet. Do ta bëjmë. Keni durim. Mundësi buxhetore këto janë. Do zoti që ne të kemi më shumë të ardhura dhe ta bëjmë këtë. Por që do bëhet, jeni të sigurt. Kemi në gjithë në dispozicion për të diskutuar. Ai po që nuk ekziston fare, mos e ka bajë ato fare procesi në bashki. Sa jemi të njerëz, do na bëjmë vetëm me marrë dhe gjilek. Me po të marrë gjilek të punë. Rruga e shkallës, 26 milionë euro. 5 milionë euro. Nuk
Nuk është vendosur rruga e Sakoj Sop, që po nisi punime. Nuk është vendosur rrugët e Tyshit. Është vendosur limiti i fondeve për rrjeti rrugor rural. Ka vendosur limiti i fondeve, nuk vendoset specifikisht fondi. Dhe sa herë që ne bëjmë pjesa, që është inputi i parë, drejtimi me pjesëmarrje, sa herë që drejtorit shkojnë në teren për zgjidhjen e problematikave, kthehen me një kërkesë specifike, të cilët të kalon specialistët e teknikëve, që e preventivojnë dhe paraqesin grupin menaxhimi strategjik LUMS-s në këtë rast, si del me vendim të apërcjellë ose jo këshillë. Ky është procesi se si krijohet për vendosjen e një rruge në projekt vendimin që përcjellet përpas këshillit. Kështu që jo, ajo rrugë dhe asnjë rrugë tjetër nuk ka qenë përba specifikisht si produkt. Vetëm në rastet kur ka pasur një projekt të bashkëm që ose ka ardhur si pasojë i bashkëpunimit me Fondin Shqiptar të Zhvillimit apo me Ministrinë e Rinjës. Vetëm në atë rast është përcjellur vetë rruga. Ne di shumë mirë që mbatohet një projekt, duhet të jetë shkëlqyer shumë, duhet të kalojë një planim të bashkë. Një parë, pastaj financojë, duhet të kalojë një rrim. Financim, kish financim. Po janë teknicjentëve të tregoj mirë. Jo, pastaj nuk mund ta bësh një rrugë, ta kaluar një projekt, me parim pastaj ta financosh. Sa e jemi mirë, do shkel. Është e drejtë aty po të shef, ja do të vazhdoj të bosh ti mo jeni pesë Po ta jetë. Zimo kam një më falë se më përërdit, kam një propozim. Me që për rrugën e Lukovës u folë për ato 5 milionë atje, u folë për 5 milionë e rrugës e Lukovës, unë mendoj që këto t'i kalojnë rrugës së Shkallës, dhe të drejtemi nga e parë, t'i kalojnë rrugës së Shkallës për problemet e ka Shkallës. Jo, po për Shkallën e dini gjithu da. Tani të lutem, unë i kuptoj me mishtjellit i gjithë e milion. Ju e dini problemet e Shkallës, mos të shjeri. Ju flasë personalisht gjithë dhe me emër. Ju e dini gjithë. Kush vjen Shkalla, tani mos të ikni jo Shkalla, jo Pusha. Ju jeni miqtar të gjithë. Nëse po, kam të diskutoj ai për Shkallën? Me një pyetje, pse I qepeni asaj nëse duhet 50 milionë lekë t'ia marr Shkalla të bëhet rruga, po pse I qepeni asaj të gjithë filloni nga hetë pastaj ta bëra. Tu ana është për komunitetin, është për bëhet rruga. Po çes të koni 1 milion. Jo, u mendoj se kam një shpërvjen njësi po bëjmë sa me dokta, pastaj në të e tim që gjithë në shikon në një komuniteti I gjithë si cili. Ne për kajsus të komuniteteve tona, por jemi edhe në rrëve nga komunitetet tona. Nëse ne fillojmë të ndajmë një marrë me pjesë, si po temi baklava dhe unë do marrë pjesën time, është gabim. Unë mendoj kështu, dakord, unë mendoj kështu. Të gjithë pikeve të bindim bashkëtarët tanë dhe votuesat tanë na japën votë. Por problemi është tu, që ne kemi një pikë shumë të rëndësishme të ardhurave të bashkimit, e cila është I gjithë bregu I vetit poshtë. Ai për të investuar kërkon, për të investuar vetë një projekt I mirëqenie I madh kërkon shumë lekë dhe vite janë biseduar. Këto për mundësinë e burimeve të projektit janë para biseduar dhe priten disa kushte tjera, por ne jemi në një emergjencë
biznese punojnë dhe ato bien ca të ardhur ndihma. Unë mendoj që jo projekti i përfunduar që do 30 milionë euro, por një investim i cili të krijojë mundësinë e kalimit të qetë dhe funksionit të investimit të ketë funksionin plot, ne mendojmë se është shumë e mërjetë. Sepse po të shikojmë, të bëjmë një inventar, vetëm shitja e riziktuar, gjysmat e lekëve që merren nga zhavorit. Gjysmat e lekëve të shfrytëzimit të plazhit, të zhavorit, jo të bizneseve. Që janë taksa e tjera, vetëm ato. Edhe ajo, ne është shumë. Sepse ne po merr 10, ne ishte një shije shumë mirë, veri fotografi dhe në Tiranë, sa na i dërgoj dhe njëri kratë, sa i kralë tjetër, që po të një të një. Për ne është edhe në qëtu. Nuk se ne jemi bashki pa punë dhe pale. Shtu që, ajo është shëtitorje. Për një mirëmbajtje ashtu në kushte shumë të mira, si që, ose optimale, të shepër me banor, si vjetë duhet bërë, po duhet bërë që tek tila, që të dalja në boshit, dhe e në fundë, bile për mendurin tim të bashkohet edhe ajo me në vlagjin atyre marësot, edhe pe deri atyre. Në fund, nuk do më shumë se 50 milion lekë. Në minimua ta bëjë Nuk fani, marrua me propozimin, Bati dhe përrujnë. Ne shkallë e shkallë. Në rajonin që këtë plasë vitari për problemet që gërëmi. Pastaj që ka që jemë Nuk e tini, të shkallë e mirë. kemi vetë të unifiku. Ne jemi të nëmër në flasë. Atëre ju lutem. Unë respektoj vendimarrjen tuaj sepse ne s'kemi asgjë dorë, ne propozime për. Kështu që ju asollëm, e miratoni ju. Nëse ju jeni dakord të bëni këtë ndryshim, unë nuk jam kundër. Me vot, miratojeni dhe në rregull. Nëse kjo kanë bërë kjo pikë të shqiptarë, të shqiptarë nuk janë dakord të vetë ai investima tjetër. Jo, më jo për këtë se shqiptarë, na falë në Italia, ne jemi të krahasim me këtë. Nëse ju të bëni këtë të formuar mendoj që mese këshilltarët mulin këmë që të ndryshojnë, mos vetë ajo rruga atje, unë jam e mendimin letë vëlla edhe në votë që bëhet të ndryshim në Me votë të bëtë, me ta votë të bëtë. Kush është dakord që ajo të ndryshojnë, iki nga investimi ku bashkia ka miratuar 50 milionë lekë vjetra, dhe pasaj këto 50 milionë të kaloj atë kjo të kaloj ministria, është punë e tyre. Kush është dakord? Komisioni i Ekonomisë është mbledhur ditën e premte dhe ka rënë dakord bashkë me këshilltarët për disa propozime me ndryshimin e buxhetit. Apo jo zoti, vetë. Nuk vendosin të ndryshojë. Po tani nuk është për vendim. Unë po themi që ja jemi e ka hedhur lutem. Do ta hedhë në votim. Po. E mbyllëm ato, e mbyllëm ato me lutet tani. Ajo propozim u bë, e hoqim fondet anë dhe jemi këtu. Iko e u mbyll. Kemi propozime të kanë bërë grupi juaj, ka bërë në mbledhjen me komisionin. Po. Të hiqet pjesa e vlerës së rrugës Mito Kallushi dhe t'i kaloj rikonstruksionit të sheshit të shatit të Imar Shat. Ky është
rruga? Po ta dim ti pyetje. Po. Hajde, drejtor, hajde. Që janë shkëllim dhe asaj zone atje. Investimet Kusht rruga? Tani zota ka kusht rruga. Tani. Po. Komisioni Ekonomisë ka prit propozim. Tani, kush është dakord të ndryshohet ligjet fondit nga direkt? Po. Rruga për fabit e vila gjatë kusht hotelet, të të pare kupi. Ja ku janë njerëzit tu i mariotit janë, që anë? Kush është dakord të ndryshojmë, apo të tërjesh në si qo? Me propozim. Ajo është zonë rrugë, me zonë dojnë rrugë, zonë turistike i vjetarë, që shtë puta. Po, tani, ini të mendimi të ndryshojmë, apo të ndryshojmë? Nuk e ndryshojmë. Vazhdojmë e propozimin tjetër. Kush ka propozim tjetër? Propozim tjetër, kush ka propozim? S'ka të vetë përjesh propozimin. A kalojmë në rëtëmite. Pjatë me pjatë sotimit, pjatë me sotimit, tu si ka dhërë. Ajo nuk ka qenë prioritetet investimin racional. Nuk ka qenë Tani jam dakord me i ka paraqitur Drejtë Financës së Bashkisë, por kam disa vërejtje që janë vërejtje që bëhen shokit. Më drejtoria dua që t'u them telefonistët të Bashkisë që këto gjëra mos transferohen nga viti në vit. Lekët e planifikimit të bëhen të shpenzohen, por shpenzimet duhet të dim edhe rregullat e punës, se si që ku miratohet buxheti, si kalon në stethar, dhe
projektet kryesore. Në qoftë se neve nuk kemi projekte ti të paraqartu nuk kalojnë. Ju lutem, zyrave, drejtorive që kanë delirim të paraqiten pranë qytetit të shtetit projektet. Në qoftë se nuk ka projekte, neve hot sa bëjmë muhabet këtu. Megjithatë kam një vërejtje të vogla që ka ardhur koha që Bashkia e Imrës të shikojë dhe sa bashki të tjera, se si punojnë me gjithë janë shumë të varfra nga neve, dhe punojnë aq mirë që nuk kanë ku t'i gjejnë lekët se s'kan as leje ndërtimi dhe mbledhen lekë nga bujësia, nga plektoria apo me disa lokale të vogla. Disa shpenzime më duket pa vlerë që kanë shumë vite që qarkullojnë këtu, si që janë ca festivale. Zone Himarës, zone Lukovës dhe zone Vranishtit janë krahina që kanë përparësi dhe të dëgjuara për folklorin e tyre. Nuk ka pse hidhen lekë për festivalin e me 10 veta të Palermos, apo për 2 violina, ku ne kemi të në labe që mund të bëjmë jo vetëm në Pilur, që është tradit, po të bëjmë edhe në zonën e Kuqit, edhe të ide dhe më vjen këtu që për festivalin e Borshët ka 30 milion lekë, për festivalin e Pilurit ka 15 milion. Për një violin në Palermo ka 15 milion lekë dhe për Pilurit 15 milion lekë është skandal. Kur atje marrën me mira njerëz se mësojnë ç'është tradita e popullit, atje janë 2 veta që ndjejnë violinën. Unë jam për këtë jam kundër. Tani, në projekt buxhet, pavarësisht se neve dikush edhe këtu, unë e kam thënë edhe tjetër, ne nuk jemi vetëm bashki turistike, jemi edhe plektorale, edhe bujësore. Dhe me ato investimin që shumë njerëz nuk e kuptuan ç'është pastrimi i rrugëve, ato janë rrugë të bëra në periudhën e kaluar, janë rrugë që mbrojnë në radhë parë zjarret sepse sot bujësia në Bashkinë e Himarës është nga më të prapavetrat e Republikës. Në qoftë se këtë se dini, shikojnë. Tani prapavetja nuk ka nga njerëzit se duan. Se duan. Ne kur e kishim në të parë, e kishim përparësi. Tani i bëjnë thirrje instruksionet të drejtorive të punojnë me projekte. Faleminderit zoti Milko. Do dajmë votim. Nuk jemi votim, mos më ndaj. Edhe nuk e tani jo. Hajde tani mos tani. Nuk tani tani votim edhe vetëm me pikë. Hajde të vitë tani më kanë. Hajde tani. Kush është dakord të pikën 3? Ani çka dakord të lutem. Të lutem. Obrigado.
Hajde një pushim 5 minuta.